Përmeti po një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve gjatë këtij viti. Vetëm në periudhën janar-korrik, qytetin e kanë vizituar rreth 60.000 turistë. Drejtoresha Zhvillimit Ekonomik, Bujqësisë dhe Turizmit në Bashkinë e Përmetit, Etleva Miftari, bën të ditur se destinacionet natyrore, atraksionet kulturore historike, si dhe kulinaria tradicionale vijojnë të tërheqin një numër në rritje të vizitorëve. Suria e turizmit në Përmet në këto muaj ka qenë goxha e mirë. Kemi turistë që janë nga Evropa lindore, perëndimore, kemi nga Azia e Largët, kemi nga Spanja. Njëkohësisht kemi edhe vizitorët vendas, kemi edhe diasporën, që në këto momente është e pranishme për arsye se periudha korrik gusht marrin leja dhe kthehen në vendlinjen e tyre. Sipas Miftarit, një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit ka edhe bashkëpunimi i fryqshëm mes Bashkisë së Përmetit dhe operatorëve turistik, i cili ka ndikuar në promovimin e mëtejshëm të destinacioneve. Bashkëpunimi midis bashkisë dhe operatorëve turistik gjithmonë ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë, që do të thotë edhe neve u përgjigjemi atyre në momentet të caktuara kur ata kanë nevojë, sidomos në ditët e festave, në ditët që neve kemi në kalendarin ton gjërat që organizon bashkia, ata janë prezent. Për t'ju përgjigjur kërkesave në rritje, qyteti ka zgjeruar edhe kapacitetet akomoduese. Aktualisht në Përmet numërohen rreth 1.600 shtretër në shërbim të turizmit, ndërsa pritshmëritë janë që fluksi vizitorëve të vijojë të rritet edhe gjatë muajve të tjerë.